Ka nisur puna për asfaltimin e rrugës së 12 të fazës së parë të projektit për asfaltimin e rrugëve rurale në Bashkinë e Matit, një investim ky që po bëhet me fondet e kësaj bashkie. Bëhet fjalë për aksin nga fshati Pusum deri tek ura e Matit që përfshin gjithë zonën. Për të parë nga afër ecurinë e punimeve ishte kryebashkiaku në detyrë i Bashkisë Mat Myslim Zeneli, deputeti i qarkut Dibar Agron Malaj dhe sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Mat Elson Reçi. Në fjalën e tij, deputeti Agron Malaj tha se ky investim do të jetë një ndihmë shumë e madhe për banorët pasi lehtëson jo vetëm lëvizjen e tyre, por edhe të produkteve që prodhojnë. Tu jemi tek rrugë e Posumit bashkë me kryetarin e bashkisë, po kemi dalë që të shikojmë investimet edhe puna që po bëhet te rrugë e Posumit. Kjo është një ndër 17 rrugët, rruga e 12 që po rehabilitohet. Ne do të vazhdojmë bëjmë edhe 5 rrugë tjera ku me rrallë si Mallunza, pjesë e Luginës, pjesës Zenisht, pjesës Shoshaj, do kalojmë në Rukaj, do kalojmë Bruç, Urak me rrallë, për ta përmbyllë këtë investim kaq të madh që për herë të parë Bashkia e Matit me forcat e saj, me buxhetin e saj arrit të bëjë rrugë për të marrë ndihmë komunitetit. Dhe do të vazhdojmë akoma edhe më vonë me paketë tjetër, fazë 2, për ta përmbyllë 100% në gjithë Bashkinë e Matit me pjesën e asfaltimit rrugëve, se me të vërtet rruga sjell zhvillim dhe ka nevojë që kjo zonë mos ketë më problematika për infrastrukturën rrugore. Ne bëjmë rrugë, bëjmë punë, ato llafet edhe ato premtimet boshe edhe ato fjalët e tepra kemi lënë atyre të tjerëve që gjatë gjithë kohës edhe sot që ne bëjmë rrugë, vazhdojmë me shpifje, vazhdojmë me tridhime, por ne e kemi nisat pjesën tonë me punë edhe pa fjalë, vetëm punë. Faza e parë e projektit për asfaltimin e rrugëve rurale përfshin 17 rrugë në të gjithë Bashkinë Mat.